Kosovës rreth çështjes së presidentit ka reaguar edhe organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, duke shprehur shqetësimin për mënyrën e funksionimit institucional. Në reagimin e saj, OVL-UÇK thekson se respektimi i rendit kushtetues dhe funksionimit demokratik i institucioneve përbëjnë bazën e shtetit, duke kërkuar që çdo proces apo veprim që mund të ngjallë dyshime për tejkalim kompetencash apo të cënim të kushtetutës të trajtohet me përgjegjësi të lartë dhe në përputhje të plotë me ligjin. Organizata vën pas se përgjegjësia kryesore për mbarvajtjen e institucioneve i takon shumicës parlamentare, nga e cila kërkon maturi, përgjegjësi dhe respektim të rendit kushtetues. Në fund të reagimit, organizata rithekson se veteranët e luftës për liri do të qëndrojnë gjithmonë në mbrojtje të rendit kushtetues, shtetit ligjor dhe institucioneve të Kosovës të ndërtuara mbi sakrificën e popullit dhe luftën çlirimtare të ushtrisë shërimtare të Kosovës.